Korça gjatë mbrëmjes. Kjo është rrugica në mes për ecjen e qytetarëve, e rrethuar nga të dy anët me pemë, gjelbërim, e gjithashtu rruga për kalimin e automjeteve. Është itinerari që përshkojmë për të mbërritur tek pazari, nëse vjen nga pjesa e sipërme e Korçës, pra jo hyrja që është kur vjen nga Tirana. Qetësia absolutisht tani se ora shënon 10 e mbrëmjes, është ditë e hënë, përveçse fundjava është ajo që ka shumë lëvizje, megjithëse në zonat caktuara kishte goxha lëvizje, tek parku kishte shumë tmerrsisht, edhe në Tiranë nuk I gjej aq njerëz. Tek pazari jam I sigurt që do të ketë gjithashtu, një ditë më parë mbrëm ka qenë fantastike pra të dielën. Kështu që do ja mbajmë këtë pamje. Me fare pra. Për të shkuar tek pazari, të shihni përballë është hyrja e pazarit, të keni restorante të lëshme. Dhe do t'ua tregoj të gjithën se si është gjatë natës, gjatë mbrëmjes. Sa numri ka të? Sigurisht pazari ka dy krah që mund futesh. Hyrja kryesore është nga këtej ose nga pas. Këtu. Megjithatë, do të tregoj krahun tjetër. Të hym si njerëz, jo mbrapsht. Pak stil, ama afër shumë mos të francez. Korça sigurisht kuptueshme, që nga ndërhyrja që ka bërë Franca gjatë pushtimit të saj, dhe ka mbetur e tillë. Qetësia jashtëzakonshme. Është pak më qetë sot. Kjo është një krah, mos u zantoni me këtë. Tjetër I Korçës. Pazari është shumë I bukur. Është unik, është I preferueshëm shumë nga turistët. Është I qetë, nuk ka lëvizje makinash. Edhe çmimet janë normalisht, janë normale krejt. Sigurisht kjo është pikë turistike, por mos thënë më e mira që Korça ka. Kështu që do t'ua sugjeroja patjetër, nëse ende nuk e keni vizituar, ose ju që keni vizituar mund të riktheheni. ZA Apartment është vend ideal ku ju mund të qëndroni për të fjetur, për të akomoduar me familjen tuaj. Shumë komod, 600 metra nga qendra, fare pranë, me çmim shumë të arsyeshëm, I ri, sapo bër. Janë rreth apartamentesh, janë 2 apartamente, edhe për çift, edhe për qenë disa pjesëtarë mund të akomodojnë deri në 10 persona. Po kjo jam në pjesa e pasme e pazarit, Dhe rrugica tani, është pak qetë sot, normalisht se thashtë edhe ditë hënë, është pak vonë. Jo se është në orar shumë I vonë, po jemi në mes të pazarit të Korçës. Kjo është ajo çfarë do të shihni kur të mbërrini në Korçë, në pazarin e saj. Magjike e gjitha. Kemi parasysh jemi në gusht. Nëse do të ishin në stilin e dimrit, do të ishte e gjitha një magji e dyfishuar, me boron, me gjithçka, me rakin e nxehtë, me verë të ngrohtë. Çfarë nuk gjeni sot.